Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar nga Lugina e Preshevës, Engel Rexhepi, do t'jetë pas pak me ne në një lidhje direkte për diskutuar për qasjen diskriminuese të qeverisë së Serbisë ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Bllokimi i fondeve për subvencionet bujqësore, nisja e vitit të ri shkollor pa tekste shkollore në gjuhën shqipe, pasivizimi i vazhdueshëm i adresave të shqiptarëve, gjuha e urrëties janë disa prej problemeve kryesore me cilat po vazhdojnë të përballen tash disa vite shqiptarët e Luginës së Preshevës. Por të gjitha këto i diskutojmë pasi ndjekim titujt kryesor të këtij edicioni. James Rubin përfundon dëshminë në Hag. Dëshminë ka nisur Paul Williams, ku sipas tij tha që nuk kishte në pozicion për të marrë vetë vendime në emër të UÇK-s. Ish ambasadori amerikan Hovinier thotë se deklaratat e Kurtit kundër kushtetueses shuan në pezullimin e dialogut strategjik. Nis votimi me post për votuesit jashtë Kosovës në zgjedhjet lokale. Sipas KQZ-s, periudha votimit do të zgjasë 25 ditë. Gjykata ja cakton një muaj para burgim Dragan Naskovishit, i dyshuar për krime lufte. Ai dyshohet se mori pjesë në vrasjen e 25 civilëve shqiptar në komunën e Gjilanit. Ish këshilltari i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit, James Rubin, e përmbylli të mërkurën dëshminë e tij në rastin më të madh të speciales. Ai theksoi se sa ka qëndruar në Kosovë gjatë luftës nuk ka parë asnjëherë ndonjë shtab, batalion apo njësi të UÇK-s. E pas tij dëshminë nisi ish këshilltari ligjor i delegacionit të Kosovës në Rambuje, Paul Williams. Ai foli për kohën e negociatave teksa për ish presidentin Hashim Thashi, tha të mos ketë qenë në pozicion për të marrë vetë vendime në emër të UÇK-s. Paul Williams, ish këshilltari i delegacionit të Kosovës në Rambuje, ka thënë të mos e ketë parë Hashim Thashin si udhëheqës në këto bisedime. Ai këtë e tha në ditën e parë të dëshmisë para dhomave të specializuara në rastin e ish udhëheqësve të UÇK-s. I pyetur për bisedimet në Rambuje, këshilltari i dikurshëm juridik i Kosovës, si në Rambuje ashtu edhe në negociatat e Vjenës, dhe që u pati dekoruar vitin e shkuar nga presidentja Vjosa Osmani, Williams tha se Thaçi gjatë asaj kohe kontrollohej prej jashtë. Krijohej përshtypja që dikush i kishte negociatat nën kontroll apo i kishte pjesërisht nën kontroll, ose nëse ishte në një pozitë as kështu e as ashtu, domethënë diku në mes. Mua nuk më është krijuar përshtypja që ai kishte kontroll të plot mbi negociatat, por mendoj që ai përfaqësonte interesat nga jashtë dhe mendoj që këto interesa nga jashtë e kishin ndikimin e tyre mbi autoritetin ose kontrollin mbi sjelljen e tij gjatë negociatave. E këtë përshtypje ai tha se e ka krijuar duke e parë Thacin tek u përzizje i telefonatave, por edhe duke ja përcjell gjuhën e trupit. Bazë për këtë përfundim janë disa faktorë. Bisedat e shumta përmes thirrjeve telefonike që realizonte Hashim Thaçi me personat nga jashtë kështjellës. Telefoni i tij binte vazhdimisht, që shpesh nënkuptonte që atij i duhej të dilte jashtë ose të shkonte në një cep të dhomës. Delegacioni i Kosovës ishte në katin përdhes, kështu që mund të dilnin lehtësisht në oborin e kështjellës. Williams theksoi se Thaçi u raportonte komandantëve të zonave. E për angazhimin e tij në Rambuje, Williams tha se konsistonte edhe jashtë kështjellës, ku mboheshin negociatat dhe në takime të rregullta me një shqiptaro-amerikan, për të cilin theksoi se ka pasur marrëdhënie të ngushta me UÇK-n dhe që e identifikoi si Dino Hasani. Dëshmin Williams e dha pas asaj të ish diplomatit amerikan James Rubin. Në ditën e tretë dhe të fundit të dëshmisë së tij, Rubinit ju shfaq një video xhirem në të cilin shefja e tij Madeleine Albright e quajti Thacin lider. Rubini theksoi se Albright e ka quajtur Thacin si një lider, por se jo liderin e UÇK-s. Unë mendoj se ajo i ka zgjedhur me shumë kujdes fjalët e saj, sepse këtë punë e bëjnë sekretarët e shtetit, ashtu si bëj edhe unë. Ajo nuk tha lideri, por tha një lider dhe këtu ka dallim të madh. Kur thua lideri është në njëjës, por lider në këtë kontekst ajo e krahasoi me Gerry Adamsin dhe ky është një krahasim shumë i rëndësishëm. Lideri një grupi që uronim ta udhëhiqte kombin e tij drejt rrugës së Lirisë. Pra një drejtues, një udhëheqës. Kjo është fjala që ka përdorur edhe presidenti Clinton për të, Madeleine Albright e edhe unë. Rubini ka theksuar gjithashtu se në qëndrimin e tij në Kosovë gjatë kohës së luftës nuk ka parë asnjëherë shtab, batalion e asnjësi të UÇK-s. Ndoshta zoti gjykatës është
Ish ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovinier, ka thënë se pezullimi i dialogu strategjik nga Shtetet e Bashkuara është pasojë e një grumbullimi frustrimesh ndaj qeverisë së kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtrit, ku veçanërisht ndikoi kritika e tij ndaj gjykatës kushtetuese. Mendoi se akti i fundit që çoi në këtë vendim, ai që bëri që njerëzit në Washington të veznosin se duhej të ndërmenin veprime, ishin deklarata e kryeministrit dhe të tjerëve në qeverinë e tij, që kritikuan drejt për drejt gjykatën kushtetuese, një institucion i pavarur i themeluar me kushtetut, në hartimin e së cilës ka kontribuar edhe SBA-ja, ka thënë Hovinier në një intervistë për Radio Evropën e Lirë. Sipas tij, pezullimi duhet marrë seriozisht dhe e cilëson si një humbje të madhe mundësie për forcimin e partneritetit mes Kosovës dhe SBA-s. Dialogu strategjik do të ishte një hap i rëndësishëm për Kosovën dhe është përkeqardhje që nuk do të ndodhë. Kjo nuk do të thotë se bashkëpunimi i vazhdueshëm është pezulluar ose dëmtuar, por do të thotë se një mundësi për të arritur dhe forcuar atë për momentin është ngrirë, ka thënë ai. Më 12 shtator, SBA-ja pezulloi dialogun strategjik me Kosovën, duke arsyetuar vendimin me veprimet e qeverisë në detyrë dhe me rritjen e tensioneve dhe paqëndrueshmërisë në vend. Kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Nejmi Rexhepi, ka zhvilluar një bisedë telefonike këtë të mërkurë me drejtorin për Evropën Perëndimore dhe Qendrore në Departamentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mark Fleming. Përmes një njoftimi, kushtetuesja ka bërë të ditur se biseda u fokusua në punën e deritanishme të gjykatës dhe rolin e saj në ruajtjen dhe forcimin e sundimit të ligjit në vend. Tutje thuhet se Rexhepi ka shprehur vlerësimin e tij për mbështetjen e vazhdueshme të SBA-s për punën dhe pavarësinë institucionale të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se sot ka nisur procesi votimit me post për shtetasit e Kosovës, të cilët janë regjistruar për votuar në zgjedhjet lokale. Periudha e votimit do të zgjasë 25 ditë nga 17 deri më 11 tetor. Do të vlej vetëm për 43.933 shtetas që kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës. Deri më tani KQZ ka thënë se ka nisur votimi përmes pakos për votuesit e regjistruar në disa shtete dhe shërbimet postare do të përcillen te votuesit e regjistruar në adresa të dhëna prej tyre gjatë procesit të regjistrimit. Ndërkohë, KQZ-ja do të vazhdojë të dërgojë edhe pjesën tjetër të pakove me flet votime. Në radhës, Marianit. Të me 9 vota për, miratohet plani operacionalit. Deputeti vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, ka paralajmëruar për pasojat e futjes së shërbimit të detyrueshëm usharak në Serbi. Ai ka cilësuar këtë nisë si shqetësuese për shqiptarët në luginën e Preshevës. Kamberi ka theksuar se kujtesa kolektive shqiptarëve është ende e rënduar nga përvojat e dhimbshme gjatë kohës së Armatës Popullore të Jugosllavisë, ku shumë të rinj shqiptar u trajtuan në mënyrë diskriminuese dhe pësuan tragjedi. Për këtë Kamberi njoftoi se ka dorëzuar në procedurë parlamentare një propozim për themelimin e një komisioni të posaçëm i cili do të hetojë rastet e vdekjeve të 135 ushtarëve në radhët e APJ-s gjatë viteve të 10-ta. Sipas tij, drejtësia për viktimat është gur themel i pajtimit dhe i një të ardhmeje më të mirë për të gjithë qytetarët. Mbi 500 kg bim narkotike të llojit marijuana janë gjetur dhe sekuestruar të martën në një fshat të Suarekës. Policia ka njoftuar se vlera e kësaj peshë është rreth 750.000 euro. I dyshuari në këtë rast ndodhet në Arati. Në vendin e ngjarjes është shtuar edhe prokurori, kurse post lëndës narkotike është gjetur edhe një granata hedhës dhe një pushkë gjuetie. Në vend ngjarje janë gjetur dhe konfiskuar dëshmi relevante për rastin, thuhet me sjellrash në njoftimin e policisë. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar 30 ditë para burgim Dragan Naskovishit me dyshimin se mori pjesë në vrasjen e 25 civilëve shqiptar në komunën e Gjilanit. Gjykata ka arsyetuar masën e paraburgimit pasi ekziston rreziku se i pandehuri mund të arratiset nëse mbetet në liri me që shtetas i Serbisë.
30 ditë para burgimi ja ka caktuar gjykata themelore në Prishtinë Dragan Naskovicit, i cili dyshohet se në periudhën kohore nga 13 deri më 30 prill të vitit 1999 ka kryer veprën penale krim lufte kundër popullsisë civile. Ai dyshohet se ka marrë pjesë në vrasjen e 25 civilëve shqiptar në komunën e Gjilanit, në bashkëkryerje me të tjerët, e po ashtu si komandanti i nën stacionit policor në Zhegër, në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka ndërmarrë asnjë masë që ta ndaloj atë. Duke vepruar në përgjegjësinë komanduese, nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim që të parandalonte apo ndëshkonte kryerësit e krimeve të kryera ndaj popullsisë civile të atij fshati nga forcat serbe dhe paramilitarët serb, të kryera më 30 prill 1999 nga i pandehuri SPK, ku janë vrarë 13 anëtar të familjeve Hyseni dhe Shabani në shtëpinë e familjes Hyseni. Gjyqtari i procedurës paraprake pas seancës dëgjimore të së mërkurës vlerësoi se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit dhe se çfarëdo masë tjetër do të ishte e pamjaftueshme. Gjykata vlerësoi se pesha e veprës penale është e natyrës së rëndë dhe komplekse, andaj caktimi i masës së paraburgimit është masë e domosdoshme në këtë rast penal dhe se çdo masë tjetër do të ishte e pamjaftueshme për zbatimin e suksesshëm të procedurës penale. Gjykata konstatoi se ekziston dyshimi i bazuar se i pandehurit D.N. nëse gjendet në liri mund të arratiset duke pasur parasysh faktin se është shtetas i Serbisë dhe ai mund të jetë i parritshëm për fazat e tjera të procedurës penale. Dragan Naskovici është arrestuar të hënën në pikalimin kufitar dhe e ujbardh. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar nga Lugina e Preshevës, zotëri